Por, problemi I madh I kësaj proteste është nëse nuk adresohet, është memoria e angazhimit politik. Pra nëse këta njerëz sot dalin, kanë qenë po ato njerëz deri dje, rinin kafe, thonin është e pamundur të protestosh, të paktën ka një hartë mendore, dhe kjo harta mendore ka bërë të mundur që këtë lloj proteste të ripërsërisin prap. Tieni të bindur që kjo protestë të paktën dhe se kur 300 aktivistë 300 njerëz që e dinë se si mund të organizohet protesta, të mbjetojnë, të mbesin. Ajo do të jetë si kujtes. Sepse sot ju e shihni protestën si një lloj ngjarje të jashtëzakonshme. Nuk është aq e jashtëzakonshme ngjarja. Në Shqipëri ka të paktën që nga viti flasim 2013 që kemi ngjarje të zakonshme dhe të jashtëzakonshme në kuptimin e protestave, të jashtëzakonshme si armët kimike, të zakonshme si të gjitha ato ngjarje që pararendën dhe pasuan lëvizjen për universitetin. Që ka qenë një palestër fantastike për aktivizimin dhe formimin e aktivistëve. Protestat e Kliqeni, protestat për ligjin kundër arsimit lart, protestat studentore 2018-s, të gjitha aktivitetet me sfond, nuk e di, në kuadrin e drejtave të njerëzit, në kuadrin e mbrojtjes së zonave të fshatarëve të Gjoçajt, të heceve, të vjosës. Pra janë të gjitha janë të gjitha pjesë e një rrjeti, I cili në një moment ka arrit që të angazhoj dhe njerëz tjerë. Një pjesë e mirë atyre protestuesve që ti shef që janë më të organizumit. Dhe flas për ato që marrin flamengot në duar. Ato që kanë pas të gjitha banerat jo sepse kjo ka një moment sarkazmi shumë të fortë, humori protestës mund të jetë temë studimore. Të gjitha ato që mbajnë kanë qenë pankarte që kanë pas mesazhe të forta, jo politike në kuptimin e sulmin ndaj Ramës ose Berishës, ato që kanë pas mesazhe të qarta. Mbrojtja e natyrës, flamenkot etj. Janë pjesë e këtij repertori I cili është ngjizur nëpërmjet këtij lloji aktivizmi politike dhe shoqëror që ne e kemi pasur. Ne flasim sot për ato që quhen profesionistët e protestave, të cilët I ke parë në çdo protestë. Në fakt, ato nuk janë profesionistë protestash, sepse këtu nuk e njeh njëri këtë pjesën e aspektit të organizimit. E njohin ata që organizojnë, janë ato që quhen koalicione. Pra, organizata të ndryshme organizojnë, ofrojnë një platformë nëpërmjet cilës të ndërtojnë koalicione. Pra, nëse ti sot ke fjala vjen ambientalistët, do kesh dhe njerëzit që janë marrë me teatrin, dhe tek teatri do kesh njerëzit që merren me ambientin. Pra, shoqëria shqiptare ka arritur në një pikë që janë diferencuar shumë interesat, janë pluralizuar shumë interesat nga tabula rasa që kemi pas periudhës komunizmit, dhe këto interesa tashmë dalin edhe shpërfaqen dhe mund të koagulojnë në këtë gjën që shohim këtu. Klejt, ndërkohë regjia atë reagimin e Ramës se do doja shumë ta diskutoja me profesorin Klejt Klliçi. Klejt, Rama ka patur një reagim për sa I përket protestës, ka folur që Partia Socialiste do t'i akomodoj disa kërkesa legjitime të asaj pjesës së çiltër të protestave dhe ju garantoj që paka shumë kur shpërndahet mjegulla do t'i zhgënjej rënd të gjithë kundërshtarët e saj. Kam patur miq gazetar të ftuar në emision, të cilët këtë e kanë lexuar edhe si një kërkesë apo si një dorëzim I Ramës përballë këtij presioni, jo në atë kapitullimin, le të themi, po një përpjekje të Ramës për t'i dëgjuar. Redi, sot e dje dhe pardje janë diskutuar çështja e shkuarjes së protestuesve në aeroportin e Tiranës. Ka pas fjalë për të bërë një marshim në Surrel pranë shtëpisë kryeministit. Ka fjalë që qarkullojnë. Po, ka. Këto janë të gjitha skena që ne I kemi parë gjatë revoltës së Euromaidanit në Ukrainë.
ku presidentin mos gaboj Janukovici, po. Shkërkoi azil politik në Rusi dhe ka një disa pamje televizive në një prej daçave në shtëpinë e tij ku protestuesit shkojnë, futen brenda, jo brenda në shtëpi, po futen në gardin në oborrin e shtëpisë dhe fillojnë luajnë me drerët apo me kafshët egzotike që kishte në obor. Ai ka qenë simboli deri diku i luftës kundër oligarkisë. Tashti pse ta bëra këtë premisën? Sepse në Shqipëri sot që jemi, dhe kjo është një karakteristikë që Shqipëria ka pas të paktën me rënien e komunizmit, si thosh reagimi i shtetit, reagimi legjitim i shtetit, monopoli i dhunës dhe i forcës ndaj një objektivi civil ka kosto të jashtëzakonshme. Këto kosto të jashtëzakonshme vijnë edhe për nga mungesa e legjitimitetit që ka klasa politike sot. Dhe Rama do ta ketë të pamundur që këtë lloj proteste ta kufizoj apo ta rrëzoj nëpërmjet përdorimit të dhunës. Dhuna është diçka që përjashtohet totalisht. Jo, do ta fuqizojë edhe më shumë protestën. Do ta fuqizonte akoma dhe më shumë. Do të jepte legitimitet. Rruga tjetër që ka është që të arrijë një moment negocimi. Negocimi do t'i duheshe në momentin që flasim për të blerë kohë. Sepse ato skenat e Ukrainës, famshme të Euromaidanit, ndofta jo në termat e Ukrainës, sepse atje ka pas dhe elemente të tjerë, mund të përsëriten edhe në Shqipëri. Përderisa paralelizmi bëhet me revolucionet portokalli, implikojnë edhe rrëzime gjysmë, nuk po them të dhunshme, po përzënje. Përzënje të natyrës simbolike, futja në për institucione etj. Për protesta e ka këtë lloj, mund ta ketë këtë lloj horizonti. Rase vazhdon dhe ka intensitet. Pse? Sepse do duhet që të gjejë një zgjidhje. Sa më vonë shtyhet zgjidhja dhe kërkesat janë më se legjitime, të paktën kërkesat që kanë të bëjnë me zvërnecën dhe me ligjin e investitorëve strategjik, mos harroni diçka, jeta në Shqipëri nuk po bëhet më e vështirë, po shndërruar në një Shqipëri apo shndërrohet në një hapësirë gardhimit vazhdueshëm, ku qytetarët shqiptar jo vetëm që duhet paguajnë ato autostradat e Florinta dhe pagesat në autostradë, por duhet paguajnë edhe në përhapësira të cilat nuk e posedojnë më. Dakor, po të shkojmë aty ku ishim këtu. Dhe të shkojmë aty ku ishim. Pra, i duhet që ta akomodojë në mënyrë që t'i blej kohë për veten e vet, sepse ka dhe diçka tjetër që asnjë nuk po e adreson dot sot, ose nuk e kupton, ose kanë kuptuar dhe nuk e kanë adresuar dot, ose kanë adresuar në mënyrë shumë barbare. Sot që flasim, pjesa më e madhe e të rinjve nga mosha 18, 20 deri afër 28, 29 deri afër 30-tave janë të palidhur me partitë politike, nuk kanë gjetë kanal. Ky është një fenomen që nuk është vetëm në Shqipëri, por është në vende të tjera. Paradoksalisht janë njerëz që mobilizohen nëpër kauza, shih lëvizje për Palestinë etj, sepse flasim për një gjenerat e cila sot është shumë e ngjashme me gjeneratat si motra i kanë përdorin të njëjtat kode. Kanë të njëjtat konsume dhe banalitetin e mos angazhimit politik e kanë të njëjtë, si në Shqipëri, si në Francë. Dhe impenjimin politik për kauza madhore mund ta kenë të njëjtë si në Shqipëri, si në Francë, pra pro-Palestina. Ka gjetë mbështetës këtu, jo për shkak të arsyeve fetare apo kulturore, se ato kanë qenë gjithmonë. Por ka gjetë sepse është e njëjta frazë mobilizimi e cila mobilizon njerëz të njëjtës moshë, gjeneratë të njëjtës moshë, e cila flet me të njëjtat kode. Dhe këtë gjeneratë politika, partitë politike shqiptare nuk e kanë kap. E ka pas më të lehtë për ta kap pushteti, sepse ka instrumentat. Ka përkthimin e resurseve administrative në punë. Po, dakor, por nuk e ka kapur. Problemi është që nuk ka besnikërinë. Rama nuk ka besnikërinë e gjithë të aparati që ka ndërtu nëpërmjet përdorimit masiv, nuk po flas vetëm për zgjedhjeve, po vetëm të resurseve administrative që ka. Pra i ka ble shpirtin, i ka ble, shërbimin, i ka ble dhe votën, po jo shpirtin. Po nuk i ka ble shpirtin. Për të kthyer këtu Klejt? Për të kthyer këtu, ideja ime është që do t'i blej kohë vetes.
Edhe sikur, po ta them edhe sikur ta abrogoj ligjin për investitorë strategjik, edhe sikur të mos bëhet zvërneci, është blerja e kohës vetes. Po nëse shpas zgjedhjet parakoshme Klet, jep dorëheqjen shpas zgjedhjet parakoshme. Dhe sikur shpas zgjedhjet dhe po i fitoj zgjedhjet jashtëzakonshme, të jesh i bindur që kjo është një frakturë e cila nuk ka për tu nuk ka për tu sanuar, nuk ka për tu shëruar. Dhe Rama dhe e gjithë Partia Socialiste do vuj traumën e kësaj proteste. Frakture. Të cilën u duk sikur e te i kaloj me proteste në studentëve, po këto janë gjëra që akumulohen. Njëherë që njerëzit e mësuan se si do reagojnë, dhe njëherë që Rama nuk u identifikon kohën e krizës studentëve si armiku kryesor i studentëve. Jo, e vërtet. Dhe përkundrazi ishte ai që tentoi të bënte studentët armiq. Këtë momentin e komunikimit që ka, sepse po dëgjojnë për shumë studio televizive që thotë ka humb betejën e komunikimit. Betejën e komunikimit e ka pas të humbe gjithmonë. Por, duke pas një elektorat shumë besnik, ose cilin e ka ushqyer edhe me urrëtie ndaj tjetrit, që sot besoj që nuk e ka më, sot e gjithë ligjërimi i Ramës që është po i njëjti. Po anatemim, po përçmim, po tallje. Por sot ai lloj përçmimi dhe tallje nuk gjen më edhe në terrenin apo në ambientet e Partisë Socialiste nuk gjen më atë eko dhe atë se tush pranueshmëri që ka pas vite përpara. Po ta shohësh mitingjet që bën Rama, pavarësisht talljeve të tjerë, nuk shkaktojnë aq hilaritet dhe për më tepër nuk mbështeten as nga një pjesë analistëve të studieve në Shqipëri. Kjo është një frakturë e pashërueshme, the? Unë besoj që të paktën për Ramën dhe edhe për Partinë Demokratike në një mënyrë tjetër, është më e pashërueshme, por Partia Demokratike mund të ruajë të njëjtin elektorat që ka, po Partia Socialiste ka përshtypjen që nuk do të ketë më atë elektorat që ka dhe mund të humbasë pushtetin. Klet, e fundit, Neo Malsoria. Atëre, shumë interesante kjo pyetje, unë deri diku mund të them që e kam marrë vesh pak para se të ndodhte disa minuta përpara. Është më mirë vonë se kurrë. Është një shprehje. Më mirë vonë se kurrë, është një shprehje. Si e lexon si Atëre, Partia Socialiste në të paktën po të bëjmë pak histori, në zgjedhjet e kaluara me dy regjistra. Në maj të këtij regjistri ka qenë dominuesi Edi Rama që bënte çfarë donte qefi me partinë. Duke dashur të shplaj surratin e Partisë Socialiste, u mundua të bëj makiazhin me këto njerëz të 20 vjeçar, të rinj, të pa përfolur, fenomene shpesh sociale në shembuj pozitiv, shoqëror e kështu me radhë, për të mbulu gjithë atë kalbjen e grehinës socialiste brenda për brenda. Me sa duket edhe në një pjesë të mirë të rasteve, edhe duke pas pranueshmërinë e subjekteve që u bën pjesë e kësaj loje, jo fort me idenë për ta ndryshuar, po me fort me idenë për të qenë pjesë dhe më tepër për të treguar nëpërmjet pjesëmarrjes në politikë për të treguar në mënyrë se sa vlenin. Pra shumë njerëz janë marrë, janë fut në Partinë Socialiste si prurje të reja. Më tepër e kanë pasur një lloj vlerësimi të karrierës edhe të vetes se sa si një lloj kontributi që mund të jepnin Partinë Socialiste. Në një farë mënyrë duke edhe justifikuar të gjithë problemet që ka pas Partia Socialiste përmenda. Krahun tjetër ke njerëzit e Partisë Socialiste që nuk e kanë kundërshtuar kurrë. Dhe sot janë kundër. Por për çfarë janë kundër? Janë kundër sepse sipas tyre, sipas një pjese, Neo Malsoria i pas ka zënë vendin, të cilin ata një pjesë e këtyre njerëzve pak kënaq mund ta kishin mund ta kishin nga mandati. Prit. Mund ta kishin zënë me shumë dashuri për të bërë çfarë? Për të bërë lëpirjen e radhës dhe për të mbështet pozitën e kryeministit. Kjo është kontributi politik që kërkohet, pra mandati i deputetit vlen për të mbështet në mënyrë të jo të pa moraqe, po pas një lloj reference ose pas një lloj rezerve kryeministrin e vendit, kjo që i ka vlerën e mandatit. Dhe unë prandaj them që është një akt politik i rëndësishëm. Në raport me protestën, si e lexon këtë akt, sepse ka bërë dhe një status tjetër me Flamingo. Unë them që në rastin konkret besoj që është një
lloj përballje, sikurse ato protestuesit që janë aty, është një përballje, po ato më pak, është një përballje me aktivitetin dhe moralin tënd politik. Mos harrosh, edhe unë e them që një pjesë e protestuesve janë pjesë e kësaj katrahure të madhe që jemi sot. Pra mund të kenë pranu, sikurse shumë njerëz, pazare të vogla, të cilat në rrafshin personal mund të kenë dhënë rezultat, por në rrafshin kolektiv kanë bërë një dëm shumë të madh. A mund të pasohet nga tjera Klejt kjo se ta mbyllim? Unë shpresoj që të pasohet nga njerëz të Spiropadi, tjerë, të Braçe, cilët të mundohen shpëtojnë veten e tyre, ato çka mund shpëtohet, sepse nuk janë pa mëkat. Paradoksi është që të paktën kjo e Mariana Koçekut është një akt shumë më i ndershëm politik se sa që janë qurravitjet e Elisa Spiropalit apo denoncimet idioteske të Erion Braçes, brimave të Tiranës, pa emra, pa fajtor, thjesht si një instagramer, bloger, i cili ka të tillë, ka të ndryshëm, ca publikojnë luksin, ca publikojnë varfrinë e një vendi. Po në fund fare nuk jep asnjë lloj rezultati.